Rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë. Paris Saint-Germain ngriti lart për herë të parë në histori trofeun e Champions League. Francezët shkatruan 5-0 në finale Interin. Një sukses historik për Parisin dhe zhgënjim total nga zikaltrit që këtë sezon pretendonin për triplet, por e mbyllin pas një trofe të fituar. Ndërkohë parisienët bëjnë për vete trofeun më të rëndësishëm kontinental pas Superkupës së Francës, Kupës së Francës dhe titullit kampion. Për t'i bërë një analizë më të gjerë kësaj finale, unë kam në studio gazetarin e sportit njëkohësisht dhe një tifoz i flakt i Interit, Udhvil Zajmi më bashkohet. Faleminderit Mirdita, faleminderit për ftesën dhe kam kënaqësinë që jemi bashkë sot. Çfarë ndodhi me këtë Inter? Çfarë ndodhi do ta nisi nga fundi, pra nëse Paris Saint-Germain mori një vit triumfi për radhë me 3 fitore, Interi 0 titulli, rikthehemi ke shpreha famshme e Mourinhos, kur Mourinho akuzonte të tjerët ashtu. Unë do të them që kjo nuk ishte rastësi, pra takimi mbrëmshëm i Interit, rezultati nuk është rastësi. Pasit unë i referohem 2 muajve të fundit të Interit, ku Interi humbi gjithçka, pra një skuadër e pa stabilizuar në lojë, në mënyrë sistematike në rezultate, dhe që humbi kampionatin për 30 sekonda, e them për 30 sekonda me Lacion, por një kampionat i humbur ka lënë 12 pikë në minutat e fundit, pra humbi Kupën e Italisë, një Kupë e Italisë e jo shumë e rivalizuar me mundësinë për ta marrë me Milanin, dhe dje mbrëm, pra përveç faktit një humbje katastrofike, një humbje historike në sensi negativ, Interi psoi pra 5 gora dhe që përfundimisht e mbylli këtë vit pa asnjë trofe. Një zhgënjim jo i madh, por shumë i madh për vetë klubin, për gjithë mjedisin sportiv, jo vetëm interist, por edhe te italian, sepse askush nuk e priste. Unë i pari gjykova që do të kemi një Inter pak më ndryshe në këtë finale, një Inter që do ditë ta interpretojë këtë finale, sepse është një skuadër që ka treguar që ditë interpretojë. Mendova do të kemi një Inter Bayern, pra një rezultat që mund ta merrte falë aftësive të disa lojtarëve, por kur një skuadër minutën e 75-83 realizon gjujtjen e parë, mu më riktheu në kampionat në 2 muajt e fundit, kur Interi ti shikosh ato statistikat i ka skandaloze. Pra kjo skuadër, një përfaqësim i kësaj skuadre, fytyra e kësaj skuadre në 2-3 muajt e fundit. E kundërta do të thoja për PSG. Jo, pa shkuar te PSG. Pra e kundërta do të thoja për PSG-n, por do ta mbyllur për PSG-n për të folur pak më vonë. Pra kjo ishte, mu ka dukur një skuadër më se amatoreske, një skuadër pa asnjë lloj sensi, një skuadër pa grin, një skuadër jashtë çdo lloj kriteri që ka Interi. Pra që dhe mos harrojmë që në 3 vite Interi si asnjëherë tjetër ka lënë ato që mori një kampionat ku duhet merrte 3 kampionate. Njëherë kjo është që i ngushëllon, pra kemi 2 herë finalistë në Champions League, por që s'mundi të marrë asnjë, dhe e humbi Superkupën me Milanin në minutën e fundit. Interi ka lënë 12 pikë që kanë qenë pikë trofesh, pikë kupash, vetëm minutët e fundit. Mjafton Inter Milan në Superkup minutët e fundit, Inter Bologna minutët e fundit, Inter Parma minutët e fundit, Inter Lazio minutët e fundit. Pra ajo që ne na zgënjeu që një farë mënyre edhe nuk dua t'ja vendos shumë fatit, por që edhe fati që në mes, që me Bayern Munich dhe me Barcelonën, 2 rezultate që më rikthyen pak optimizmin duke referuar Champions League-s, sepse duke qenë një ndeshje seko, një ndeshje vetme, mundet që pak fat interpretimi, mundet që diçka, por që Interi mori atë çfarë kjo skuadër ka prezantuar, ka qenë në 2-3 muajt e fundit para. Zoti Zami, mirë, po deri të ndjeshme të gjithë shpresonin te ky Inter që ndihmuar dhe nga fati, sikurse thatë ju, arriti deri në finale. I trembeshin asaj që ndodhi vite më parë në Stamboll dhe rezultatit e atjeshëm, i trembeshin mallkimit që me sa duket kanë këto skuadrat italiane që shkojnë deri në finale, por nuk arrin dot të bëjnë për vete kupën, por mbrëmjen e djeshme, ai rezultat i nisur keq që prej minutave të para, i thyer në minutën e 15 të lojës, çfarë tregoj për skuadrën? Kush ishte problemi? Domethënë në këndvështrimin tuaj, jo si tifoz, por si specialist. Gjëja e parë unë do të them që Interi ishte në këtë takim erdhi me një moral të rënë, sepse nëse ndeshja mbrëm, pra pristin që të fitonte, të rikthente ca ekuilibra dhe në aspektin psikologjik, Interi shokimin, goditjen e madhe psikologjike e mori me Lacion, humbja kampionatit në 30 sekonda lojë. Dhe po të shikosh gjatë javës, kanë tentuar, jo Marota, jo diku, pra që shikoj, ka entuziazëm, optimizëm, por në momentin që Interi që në topin e parë që ato luajtën, u dukte një skuadër e rënë moralisht,
pa atë lloj entuziazmi që kur merr një trofe, pra ke entuziazmin, ke alegrin, ke gjithçka, një skuadër e dorëzuar dhe që e demonstroi. Pastaj, një skuadër e cila nuk e kishte përgatitur taktikisht lojën, sepse unë bëhet fjalë që nga 68 që unë ndjek finalet e Champions League 67, 68, mos them dhe kur një skuadër të gjinde në një lloj situate të 90 minuta e pa përgatitur në gjitha drejtimet, fizikisht, taktikisht, një lloj strategjie që askush nuk e mori vesh se si u fut kjo skuadër në fund dhe se si doli. Dhe që rrallë herë mund këtë ndodhur një skuadër të dorëzohet në të tilla raporte, pra dorëzohet në atë mënyrë. Kemi parë pra skuadrës edhe Inter Manchester u luajt, Inter ishte skuadër e mirë, Manchesteri më superiore, kurse këtu në prag sfidës skuadrat erdhën me një përqindje 50-50, sepse PSG-ja nuk është se bënte diferencë madhe në individ, siç ka Barcelona, në 2-3 individ që të zgjidhin lojën, pra mos harrojmë që se s'kemi folur për PSG-n, Inter erdhi një skuadër me rezultate një farë mënyre bindse, një farë mënyre, pra dolin grupin e 8 skuadra më të para, në grupin e parë, pastaj pati Feyenoordin, pati një performancë që ishte paralele edhe me Kupën e Italisë për hir të së vërtetës teksa ngjitej. Po, të pranueshme. Dhe që, dhe një finale do të pranoja pra në harkun e nga 68 që ndjek finalet me Inter Celtic i Glasgow që një finale dhe mund të kthehet nga 1-0, 2-1 për një arsye, një për skuadrë, një farë mënyre kanë pas një lloj ekuilibri, por një dominim të kësaj natyre pra me lojë, me rezultat, me gola, parë në të gjitha elementet që mund të ofrojë një ndeshje, nuk ka ndodhur në Kupën e Kampioneve dhe në Champions League. Kemi parë përmbysë rezultatet të jashtëzakonshme, kam parë fitoret Milanit 4-1 me Ajax, pra ka pas rezultate 4-0 Milanit me Steaua, pra rezultate saj natyre, por që edhe është luajtur. Dorëzim në minutën e 14 dhe loja që mund shkonte edhe 5, 6, 7-0, pra unë nuk kam parë dhe që nuk kemi të bëjmë me një skuadër e parametrave të jashtëzakonshme. Për shembull, për mua shumë e rrezikshëm është Bayern Muniut, se janë skuadra që din të marrin trofet, Barcelona. Ndërkohë që mos harrojmë Liverpooli një kualifikim me vlerë, pastaj ekipet e tjera kanë qenë normale. Më i rrezikshëm është Bayerni sepse ka historinë mas dhe skuadra që din ta marrin. Kurse këtu PSG-ja hera parë, eksperjenca parë, me lojtar të mirë, por që jo që mund të them unë bëjnë diferencën siç është ke Barcelona që në Yamal. Pra që në momentet veçanta mund të bëjnë diferencën. Kështu që një zhgënjim total në të tërësinë e ndeshje 90 minutave, më vjen shumë keq, më erdhi keq për tifozët, përgatitjet, aq më tepër për tifozët shqiptar, këtu një lloj përgatitje emocionale e madhe dhe që të marrin një shpërblim tillë, disit pa merituar, sepse nëse i rikthejmë viteve nostalgjisë kohës time, mendoni çfarë pasioni për ta parë Interin dhe që kishin pothuajse të kufizuar në çdo drejtime, kur sot jepet mundësia për ta asistuar në stadiumet ku luan Interi për të krijuar një atmosferë të jashtëzakonshme këtu dhe më vinte jo mirë, por sikur më rikthente edhe pasionet më dha që ke mundësi sot ti realizosh ti. Kështu që Interi dje ka dhënë një zhgënjim të madh i gjithë mjedisit, pra jo vetëm interist, po dhe opinionit botror. E drejt, duke ju dëgjuar juve, zoti Zajmi, automatikisht unë ngre pyetjen nëse fitoi Parisi apo humbi Interi, sepse duket sikur ja dha rezultatin më shumë se sa luftuan ata. Shtrohet kjo pyetje dhe siç vjen puna, fitoi Napoli kampionatin apo ja dhuroi Interi. Pra në këtë rast Interi ja dhuroi se kishte shumë mundësi për të dalë për ta marrë. Në rastin konkret Parisi e meritoi në mënyrë absolute. Nuk mund të them kurse si që Interi, sigurisht, nëse do i referohemi elementve që ato vraponin, Interi ecte, pra, në aspektin taktik, një loje në perfekcion e ekzekutuar nga Paris Saint-Germaini, pra nuk mund të them që Interi toleroi. Absolutisht një merit absolute e Paris Saint-Germainit, që është vërtet edhe u arktuam, nëse nuk do isha tifozi i Interit, pra në atë lloj dëshpërimi, minutat, do të jo emocion, unë do të isha arktuar me një ndeshje të tillë si Paris Saint-Germaini. Një fitore me lojë, me gola, nuk ke detaj element që tua shiko se në këtë moment mundet. Pra, llogarit që Interi, siç thash, minutën e 75 gjuajti goditën e parë në port, pra nuk mundet kurse si themi që fitore absoluti historike e Paris Saint-Germainit. Nuk e ka marrë kam kupën se ka marrë me super lojtar, nuk e ka marrë pra me Neymarin e... Po, dua të ndalemi pak te Parisi, prandaj po ju frenoj hera herës, sepse dua ta lëm pas fituesin e vendit të dytë, se nuk dua t'i them dot humbsin Interit.
Një sezon që ju thatë u nis për triplet e përfundoi në këto rezultate. 0 plet. Një not do doja nga ju sa i takon një sezon i komplet. 5.5. 5.5. 5.5, që 8-9 do ishin maksimale. 5.5, mos harrojmë që përveç dështimit në këto, kemi të bëjmë dhe me një kampionat në Itali, pra shumë i ndjekur nga ne e dim pasionin, por me një Milan shumë gjysmak, që i mori 2 trofej Interit. Me një Milan, me 1000 probleme, me Juventus jo konkurent, po kur them Juventus jo konkurent, por gjithë ato dhe konkurrentët e këtij sezonit ishte Bologna, Fiorentina, Atalanta, pra Juventus si stash, por që po nëse do ishin loj Napoli, Juventus, Milan, Interi do të kishte më të vështirë. Por këto nuk përsëriten se në edicionin që vjen mund kemi një rinovim të skuadrave, Milan, Juventus pretendente dhe nuk do Interi në një lloj rënje që kërkohet një lloj strukturimi i ri, pra e humbi në 3 vitet e fundit shanset pa para dhe e përsëris. Godite që kanë marrë mjedis Interis përfshirë dhe ne gjithve në 30 sekondat me Lacion nuk rikuperoja edhe mbrëm. Pas 20 minuta u psu goli nuk kisha më shpresë të kjo skuadrë sepse edhe vetë kisha rënë moralisht pra nga ato 30 sekondat e fundit Lacion që nuk ato do jenë historike. Ndeshja një 90 minutë e Champions League-s nesër dhe harrohet kurse ato 30 sekondat se dhe në Itali më shumë kujtojnë sekondat, minutat e humbjeve të kampionatit në çastet e fundit se sa një finale sepse finale edhe mund të vijë që ta humbashësh për një arsye për një tjetër. Kështu që Interi nuk bën ishte një lloj morali i rënë që edhe tashti që flas, pra aty ende ndjehemi i rënë moralisht, jo nga ndeshja më rëmë se sa nga i fund kampionati teje zgënjyes. Teje zgënjyes ishte edhe për median italiane. Unë do doja me ndihmën e stafit tim në regji të sillnim 2 prej tyre se si kanë reaguar dhe çfarë titujsh i kanë dedikuar kësaj humbje të Interit nëse shohim Tutto Sport disintegrata. Nuk besoj se do kishte një titull më të mirë se ky. Nëse unë do t'isha drejtuesi një gazete, nuk do ta kisha të lehtë të gjej një titull sot për gazetat, pra flas për gazetat në Itali, dhe por duke qenë që këto janë mjeshtrat e gazetarisë sportive, një titull shumë i goditur. Kjo është Il Corriere dello Sport. Shikoj çfarë titulli, pra spari, pra kombinimi i fotografisë i titullit, pra që nuk ka më të goditura, sepse shumë kuriozitet, edhe për mua, por edhe për teleshikuesit. Kam lexuar një farë mënyrë reagimin e media se kritika pafund edhe mbrëm po shikoja kanalet italiane, pra kritika pafund deri në akuza të rënda të specialistave, kështu që befasues edhe këto titujt pra të Il Corriere dello Sport, që është gazeta e Italisë mesme, Tutto Sport e Torinos, kështu që po kështu edhe La Gazzetta dello Sport, besoj të ketë shumë media të tjera. Shumë media të tjera që tentuar ta shënderojnë nga kjo lavdi që nuk gjej një element për të justifikuar që shiko, humbëm se ishte ky detaj për këtë arsye, skuadra vinte e lodhur, siç tentojnë. Pra dhe nuk e di si do të reagohet sot, si do komentohet sot nesër pas nesër kjo lloj, por fati që fillon botërori me klube që mund ta zbej pak sepse vëmendja do të përqendrohet atje, por që nuk ka justifikim një zhgënjim më shumë se sa i madh. Tani kalojmë tek ai që fitoi disi më shumë. Ai që fitoi disi Paris Saint-Germain. Ju e thatë, nuk e fitoi me emra Messi, Mbappé, Neymar, por do duhet ta fitonte me këtë formacion i cili ishte i paudhshëm në historinë e Champions League-s dhe me një Luis Enrique që sikurse më tha Dietmar Bicaj ditën e djeshme në studio, ishte ai trajner që frymëzon në dhomën e zhveshjes dhe jo në fush. Në fush ja le të gjithë futbollistëve të bëjnë të tyre. Sigurisht që sepse Bice e njeh dhe ka dhe para si trajner din dhe siç është atë fush nuk e njoh, pra por çfarë kemi lexuar. Ai që mund të them nëse po të shikosh PSG-ja, Paris Saint-Germain pra pati një transformim si skuadër nga janari deri në finalen e kësaj. Po ti referohesh rezultateve para janarit, pra nuk arriti të siguronte as dalin në teçe, me rezultate me on off pra ndezur fik, pra që nuk garantonin kurse si. Marja e Kvaratskhelia pra, një farë mënyrë riorganizimi skuadrës dhe aftësia për të përballuar 3 kompeticione,
filloi mas muajit janar. Mas muajit janar, mas u kualifikua me një skuadër pati 2 takime, shumë vështira, me Liverpoolin, që një farë mënyrë një ndeshje që edhe tash që kur e kujtoj, askush nuk e mendonte pas 1-0 Liverpoolit në Paris, ndeshja do të kthehej dhe fal një portieri gjigant që i kualifikoi. Me Aston Villën, apo jo? Pati rezultate që edhe mundet në raport pak ndryshe me Interin, se ndryshe është Bayern, ndryshe është Barcelona. Dhe nuk mund të them një skuadër e projektuar që në fillim për të qenë një finaliste, protagoniste, sepse gjithë referoheshin në Barcelonës, Realit Madridit, Bayern Munichit, grupi tjetër i këtyre pra ishte Inter, Paris Saint-Germain, pak më grupin e dytë skuadrave pretendente. Gjithçka filloi në këtë dhe në fazën e dytë mars, si më thonë, dhe që na ka befasuar gjithve. Kemi parë një skuadër më shumë se sa spektakolare, pra si stash kam vite që ndjek, nuk kujtoj një ndeshje të kësaj natyre, që Milan i Van Bastenit, i Gullit, pra në ase skuadër që përveç rezultateve jepnin dhe spektakël, por kursesi sepse finalet kanë qenë kondicionuara nga rezultate 1-2, 2-1, emocionuese, skuadra që ka qenë përgjithësi Juventusi me 8 lojtarë në 82-shin, pra me 83-shin, me 8 lojtarë kampion bote, e mundi Hamburgu që ishte me një skuadër mediokre. Pra, shpesh finalet nuk kanë triumfuar protagonistët. Edhe dje mbram nuk ishte se mund të ishte pra konsideroj një absolutisht fituese si Manchester City 2 vite më parë që kishte supremaci dhe të gjithë ishin përgatitur për një fitore të Manchesterit. Mbram parashikimit ishin 50-50. Pastaj edhe çfarë dha 90 minutat pam një skuadër që dha një leksion taktik. Që në momentin e parë kur topi u shkelmua dorë e nxorën jashtë për të krijuar një presion skuadrës, por gjetëm dhe një skuadër të mbaruar në kuptim figurativ, sepse këtë lloj loje ato nuk e bën me Liverpoolin, nuk e bën me Aston Villën, pra e kishte studiuar mirë këtë skuadër që është e rëndë dhe fizikisht, moralisht me lojtarë mbi moshë, me lojtarë që dhe goditën aty ku Interi pak a shumë, ato pika dopte kishte reflektuar dhe në kampionat. Kështu që unë dje kam parë një skuadër taktike mjaftëzakonisht pa emra kolos, pa emra legjendar gjigant, siç janë Reali, siç mund të themi në Liverpool, diçka tillë, Barcelona e famshme, por dha një leksion jashtëzakonisht edhe të pranueshëm, argëtues, jo vetëm se mund ta fitosh lojën, por edhe shumë skuadër simpatike, shumë skuadër e këndshme Paris Saint-Germaini mbram. Kështu që përveç se asaj që mund të them që e merituar, në gjitha elementet, detajet, nuk kam ku t'i kap merit absolut edhe trajnerit, sepse nuk është e lehtë kur aq më tepër të triumfosh në 3-4 evenimente, edhe pse kampionati francez duhet të thonë që nuk ka atë lloj rivaliteti, gare të madhe, por sidoqoftë mbetet dhe për ta mbyllur, nuk e ka marrë Mbappé e Messi edhe merr një skuadër që nesër pas nesër as do t'i mbajnë më emrat lojtarëve se në përgjithësi në finalet shënojnë lojtarët, Beckham, emra që mbajnë mend. Ose ndoshta jemi mësuar ne me një tjetër lojë futbolli. Bram 2 gole shënoi një lojtar i ri. Ndue apo jo, që në fundit, pra, kështu që më tepër u gëzuan kur shënoi golin në Gvarlaskeli, u gëzuan sepse janë lojtarë që i blerë me sasirat më dha parash dhe që shënon një gol, pra ju gëzuan më tepër golit që shënoi ai se sa. Donse një informacion me të rinj kryesisht nuk duhet harrojmë edhe peshën monetare që ka ajo si skuadër që i kalon 1 miliard euro apo jo. Sigurisht, pra, është një tregues. Është një tregues dhe mos them që edhe një ndër lloj kështu, një lloj akuzën thonjse do thoya që shika përpara një potencial jashtë madh financiar, një klub jashtë madh financiar, një farë mënyrë në thojë do të thoja, dorëzohet FIFA, UEFA, dorëzohen, një farë sepse nuk mund dali bosh, pra të dështoj edicioni një skuadre ku janë jo miliona, por mund të them një klubi më i fuqishëm sot. Pra ka dhe një lloj trysnie në aspektin ekonomik, pra prania një klubi tillë në finale. Këto do të diskutojnë, flitet, por absolutisht në 90 minuta në fushë nëse ti Inter do të ishte në nivelin e tij që ishte mësuar. Interi Mourinhos, po të ishte Bayern, Real Madridit ose Barcelona, sigurisht që nuk do të kishim këtë rezultat. Megjithatë, duket se këtë Luis Enrique e duan të gjithë nga skuadra, që tani më ka disa kupa në drejtimin e tij, ashtu edhe tifozeria ku mbrëm i bëri një dedikim të posaçëm fëmijës së tij të ndjer. Shumë prekse
Unë dje par dje, po kam patur, pra duke qenë lidhur me informacioni që vinte, më rëndor dhe një gazetë, La Gazzetta dello Sport e pardjeshme, dhe ishte një faqe ku kyja dedikonte vajzës tij. Vajzë e cila në 2019 ka marrë kupën, 2015 ka marrë kupën me vajzën fush, dhe që ka disa vite që ka ndruar. Kjo është një foto e atij viti. Bravo, ka ndruar jetë. Fatkesisht 9 vjeçe, do më thënë, diçka e tillë para disa viteve, dhe që e ka godit familjen e Luis Enriquez, po edhe familjen e sportit në Spanjë, ku do qoftë, dhe që ai mbrëmja dedikoi totalisht fitoren vajzës tij, dhe që e ka prekur, e ka emocionuar absolutisht, pra janë sa sport edhe njerëz human. Pra Interi dje kishte dhe i ndroi jetë dhe presidenti i famshëm Pellegrini, dhe u mendonte që të kishte një lloj reagimi dhe për të nderuar, respektuar, po është pjesë e sportit ajo. Ndoshta ishte forme e zis që ditën të mbajti. Në aspektin human i ka prekur edhe ky lloj mesazhi që ka dhënë dje Luis Enrique lidhur me vajzën e vet Xana, një diçka e tillë, dhe që i ka prekur njerëzit. Unë duke qenë dhe pak më informuar një ditë më parë, isha i përgatitur dhe për këtë lloj mesazhi, këtë lloj emocioni që do të kishte. Me sa duhet shumë të përgatitur ishin ata që ndodheshin në Allianz Arena mbrëmjen e dieshme. Dua të ndalem edhe një herë tek Interi, meqense e di që ju dhem shumë dhe dua ta mbyllim si duhet për këtë skuadër, sepse pas 2 javësh në Amerikë nis ai që quhet botrori i klubeve, kanë zënë mend. Problemi është, ka një problem të madh. Nëse kjo Champions League e këtij viti që një sukses i madh, formula e re, duhet ta themi, këtë një sukses i jashtëzakonshëm për të gjithë. Pra më shumë ndeshje, më shumë marketing, jo përcaktime që merr 6 pikë të para në grup dhe ketë sigurt daljen, si shpam që në 8-ën e parë nuk kishin shumë skuadra. Paris Saint-Germain, Real Madrid, pra dhe na dha një kënaqësi të paparë dhe konsiderohet një ndër revolucionet e mëdha pra të mënyrës së zhvillimit të kësaj të Champions League-s. Sigurisht edhe botrori për klube është një eksperiment për të parë, zhvillohet muajin qershor kur shumë lojtarë, shumë skuadra edhe kanë rapak nga dëshira, janë të lodhur nga kampionatet e nga evenimentet që kanë bërë, dhe ajo që është më kryesorja është sepse të gjitha janë në rinovimin e skuadrave. Nëse tek Interi do ikin 10 vet, po kështu do Juventusi. Pra, çfarë do bëhet me trajnerin, kemi të bëjmë me një lloj momenti ku askush nuk e di, do të ndjekim, janë 2 javë ndeshje për të parë, por sikur nuk kanë shumë interes. Përgatiten për vitin që do vi. Thjesht Interi mund të largojë 10 lojtarë, po kështu është Milani, po kështu është Juventusi, i referohem ekipeve, po kështu edhe klubet që të shkojnë atje, apo jo. Pra, kemi të bëjmë me një eveniment me emër të madh, me skuadra të mëdha, por skuadrat vinë në këtë eveniment vinë, mos harrojmë që shumë skuadra kanë lojtarë me përfaqësueset që i kanë ndeshjet pra në këtë javën që vjen. Pra kemi një angazhim, por në përgjithësi takimet, turnet e muajve të qershorit, kësaj natyre nuk kanë qenë shumë edhe botrorët një farë mënyre që janë zhvilluar në këtë periudhë, aq më tepër në Amerikë, kanë tjetër impakt. Është për të parë sepse lojtarët vinë të lodhur, lojtarët vinë me 60-70 ndeshje në vit, nuk kanë më interes dhe nuk e di se ku edhe aspektin financiar, ja e morë këtë kupë që ku janë intereset dhe me radhë. Por jemi kurios për ta parë, për ta ndjekur, kështu që nuk mund të them, edhe për lidhje me Interin, a kanë zënë mend apo jo, nise para me trajnerin. Gjykoj që ky trajner nuk do jetë më, gjykoj që aty është mbyllur cikli i 70-80% lojtarëve, pra para shumë arsye, nuk kanë më të ngopur, mosha, dhe që shikojmë se çfarë, po nuk është e lehtë për t'i zëvendësuar, duke filluar nga trajneri, tjetër filozofi, tjetër mentalitet, tjetër objektiva, kështu që nuk është e lehtë. Shikojmë, pra le t'ja lejmë ndeshjeve që ka përfaqësuesja jon që do kemi në këtë fundjavë, le t'ja lejmë edhe pikërisht botrorit me klube. Te përfaqësuesja jon në fundjavë, jo më larg se të shtunën, unë nga që e dua këtë formë shpjegimit që ju i bëni futbollit, zoti Zajmi, do ju le takim në këtë transmetim direkt të dielën e ardhshme në orën 12, le të fillojmë bashkë një transmetim me shpresën që do japim gjithashtu edhe lajmin e fitores për asaj që... Por një rezultat pozitiv. Pikërisht, kjo është ajo e gjitha, por fitoren përfshiva brenda dhe sjelljen e tifozërisë, ka të bëjë shumë ajo. Faleminderit që ishit sot me ne. Faleminderit nga ju.